Edi dhe Toni ulen në këndin e fshehtë të oborrit, larg syve të banorëve të tjerë, duke folur me zë të ulët dhe me një seriozitet që nuk e kishin treguar më parë. Tensionet në shtëpi janë rritur dhe të dy e kuptojnë se tani loja kërkon lëvizje të menduara mirë. Edi, me duart e kryqëzuara dhe një shikim strategjik, i afrohet Tonit dhe fillon t'i flasë në mënyrë shumë bindëse. Toni, dëgjo. Këtu secili po mendon vetëm për vete. Nëse nuk bashkohemi, do na hanë të gjallë, i thot Edi, me një ton të qetë por të vendosur. Banorët po luajnë me maska, po bëjnë plane natën, dhe ne jemi pa mbrojtje nëse s'kemi një aleancë të fortë. Toni e sheh drejtë në sy. Pak i pasigurt, por i intriguar nga ideja, dhe çfarë po mendon konkretisht, Edi? Edi afrohet pak më shumë, sikur nuk do që dikush të dëgjojë, ne të dy. Bashk. Një aleancë solide. Unë dhe ti mund të kontrollojmë situatat, të drejtojmë debatet, t'i vëmë njerëzit kundër njëri tjetrit nëse duhet. Po të jemi bashk, askush nuk do ketë shans kundër nesh. Toni rudh vetullat, por buzëqesh pak, sepse mendimi i duket i logjikshëm dhe intriguese, një lojë strategjike, pra? Pyet ai, fiks. Një lojë e pastër. Ne planifikojmë, ne vendosim. Do i lexojmë banorët, do shohim kush është i dobët, kush thyet lehtë, kush përfshihet në drama. Pastaj. Veprojmë, thot Edi duke i bërë shenjë Tonit me kokë, i sigurt në fjalët e veta. Toni merr frym thellë dhe tund kokën, më pëlqen si mendon. Dhe po, ke të drejtë. Vetëm nuk ja dal dot në këtë shtëpi. Po ta kishim njëri tjetrin, loja do ishte krejt ndryshe. Edi buzëqesh me vetë besim, duke e ndjerë që po jam mbush mendjen ngadalë, pikërisht këtë po them. Ti ke influencë tek disa banor, unë tek disa të tjerë. Bashkë bëhemi shumë më të fortë. Dhe askush nuk do e presë. Të gjithë mendojnë se jemi të ndarë, por kur të godasim, do jetë surprizë totale. Toni i jep dorën, si shenjë që e pranon marrëveshjen. Mirë, Edi. Jemi bashkë. Le të shohim kush do na dalë përballë. Edi e së hërdërë.